nani si jeni? Nuk është telefoni nani, të lutem. Ju Ky jeni... numër nuk e di, ku e ke gjetë. Te që ka bëja nuk e di. Po. Po ky ka ngelur tek ai, kemi qenë zyrë kontabiliteti që i mbanim dokumentat dikur para 2 viteve, po nuk kemi kontakt. Që ka dalë nga burgu, unë e kam taku. Po? E kam taku dhe kam fol. Edhe më tha mu Gjyle mos u bëj merak se do t'i bëj të gjitha dokumentat. Dhe kur vje puna, nuk më ka bëha asë gjë deri më sot. Ndërkohë, ne po qëndrojmë këtu përpara një porte që nuk e dim nëse është shtëpi apo zyrë. Ju pretendoni që këtu ka patur zyre? Po. Që ka hapur? Po, hajdeni. Më falni, Nani Kolovani? E njihni zotërin këtu? Nani këtu, ja. Po ku mund ta gjejmë Nanin? Ky ka qenë ekonomisti. Ka mbi 1 vit të catë që zhjë. Po, nani ka pas zyrë këtu. A i vinte se ashtu ka bashkëpunu dikur me eshmi, po jo që ka zyrë nani këtu. Si u pas ka qelluar më i Gjuli kështu? Qa thu, më në ngel, tashti pa shtëpi. Pagujmë dhe qeran, nani është të po qef me pare tona. Ne vijuam të tentonim për të patur një komunikim me administratorin Nani Kolovani. E vetë një shenjete ishte kjo përgjigje në rrjetin social WhatsApp, ku na thot që jam në një angazhim dhe do të na kontaktoj. Dhe sigurisht, nuk u çuditëm asnjë kontakt nga administratori.